Po këtë drama, domethënë, kjo është drama e tregonshit. Po, kjo nuk është vetë ai. Çka kemi tjetër shkar? Tjetra është Teuta Krasniqi dhe Adonisi, po flitet që janë në një krizë sa i përket lidhjes së tyre, martesës së tyre. Dhe tashmë nuk asnjëri nga të dy nuk ka dalë me ndonjë reagim, me na konfirmu diçka, por megjithatë ato janë më shumë tituj të portaleve, lajmeve dhe kështu pra Ile, po flitet që është nuk po du me besu që janë në një fund. Arza, ma konfirmona janë follow në Instagram? Faktikisht Hajde. Nuk kam shi fotografi shumë bashkë. Ama vetëm fotot shumë moti. Nuk i kam shik. Këto ma vonë, po, jam shik nga Instagrami. Kjo është jemi në gazetarë, për vetë nuk lejon, tash konfirmohet me një follow, në qoftë se është follow. Ka një ku e gjatë që këta dy nuk kanë qit. Që kam follow, nuk jam prishende. Ka një ku e gjatë që nuk i kemi pa bashk. Edhe një ku e gjatë pastaj edhe që nuk kanë postu fotografi me njëri tjetrin në Instagram. Në intervista nuk është që kanë folë shumë për... As në intervista nuk është që kanë folë shumë, po që as story nuk është që i kemi po. Te për shpesh e dim që çdo vikend gati se Teuta ka postu story bashkë me Adonisën duke përgatit po gjatë kohës ka postu duke përgatit diçka të shku me një vikend bashkë etj, po që ka një kohë gjatë që nuk e kemi po dhe për atë pa aludohet për një krizë në lidhjen e tyre. Interesant, sepse e thash edhe këto që ne si gazetar ose unë personalisht nuk e preferoj shumë këtë jetën me tregu këtë jetën tem çka bëjmë rani dite dhe arsyetoj shumë veten për këto. Po mundohem arsyetu edhe Teutën edhe Adonisën këtë rast, duke ditë që Teuta është një grua shumë e zonja. Po që deri dje ka postu edhe janë mësu, jemi mësu me po. E vërtet. Mirë. Po. Ndoshta Teuta ka qenë në zonë të mirë me Memlin gjatë fushfatës. Memli, seriale, në ndërkohë fëmijë, obligime të pandalshme. Përndryshe në serial po shkëlqen, një grua shumë e zonja, shumë e mirë. Po, si gjithmonë Teuta. Po, këto ishin materiat gjatë